Ishte një fitore që na shpërblej mundin që kena bërë për këtë eliminatore. Meritoshë këto vojza, se kanë punu shumë, kanë djerësit shumë, kanë marrë pikë të rëndësishme dhe këtë tregon një rritje për ekipin tonë kombëtar, që është falë këtyne vojzave dhe mundit dhe sakrificës tyne. Shumë e kënaqur nga Meritësori, ndoshta kjo nuk ishte në neshjet tona më të mira kjo sotme, pavarësisht rezultatit. Nuk mund të them që ishte neshja jonë më e mirë, por për këto që kena bërë këto eliminatore, besoj që jam shumë i kënaqur. Kena pas mundësi prapë me bërë ndoshta në neshje edhe më mirë, por përfundimi është fantastik për ne, kena të qëndru, po thojmë në ligën B dhe pretendojmë që të jemi në play-off të kampionatit botëror. Ishte një neshje e rëndësishme për ne, patjetër edhe një neshje e luftuar. Ndoshta nuk e nisëm mbar, pasi ekipi kundërshtar shënej, por me kalimin e minutave besoj se ekipi mori vetëm, doli në lojën e saj edhe u shënon shumë gola, më vjen mirë që shënon dhe vajzat të tjera dhe më vjen mirë që ekipi fiтой. Rezultati merituar nuk e kena fillu mirë, ashtu si ç'dohet, më thënë drejtën në fillim, po rëndësishme është që morëm atë rezultatin që po kërkonim. 5-2 është një rezultat i drejtë, se bëm lojën në pjesë dytë, sidomos bëm lojë mirë.